Ky dhjetor do të mbahet mend si një nga më të errëtit për fatin e grave në rajonin e Gostivarit. Vetëm gjatë gjysmës së parë të këtij muaji, 2 gra u vranë brutalisht, njëra nga debreshje, e cila u vran nga burri i vet, dhe tjetra nga zdunja, që u vra po ashtu nga dora e një burri nga Negotina. Në ndërkohë, një rast tjetër vazhdon të mbetet nën hijen e misterit të plot. Bëhet fjalë për zonjën Hanëmsha, e cila prej 12 gushtit të këtij viti rezulton e humbur, pa asnjë gjurmë dhe pa asnjë përgjigje konkrete që do të ndihmonte në zbardhjen e fatit të saj. Që nga dita e zhdukjes, për këtë zonjë kanë qarkulluar vetëm dezinformata dhe spekulime, por asnjë dëshmi e verifikuar, asnjë shenjë jete dhe asgjë që do të dëshmonte që ajo ende është gjallë. E vërteta, siç duket, është zhdukur bashkë me të. Ndërkohë, kërkimet për të vazhdojnë si nga familjarët, ashtu edhe nga institucionet kompetente, por pa ndonjë rezultat konkret. TVD u drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme për të marrë informacion nëse ekziston ndonjë zhvillim që do të paraqiste sinjale shprehse rreth këtij rastit, por përgjigjja që morëm është ajo e njëjta. Kërkimet vazhdojnë, por pa ndonjë rezultat konkret. Sektori për punë të brendshme tetov, Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar, vazhdon kërkimin për të zhdukurën AF, 54 vjeçe nga Gostivari, për të cilën më 12 gusht 2025 është raportuar se është larguar nga shtëpia e saj familjare. Vazhdon kryerja e veprimeve kërkimore përgjatë shtratit të Lumit Vardar në vendet ku ekziston dyshimi se e njëjta është mbytur, por deri më tani nuk është gjetur. Gjithashtu, kërkimi vazhdon edhe në vendbanimet përreth, njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Të zhgënjyer rreth rastit shprehen edhe familjarët. Në bisedë telefonike thonë se përveç thashe themeve që i kanë thyer shpirtërisht, nuk kanë dëgjuar asgjë tjetër që do të hidhte dritë mbi rastin e që do të rikthente paqen në familje. 2 vrasje, një zhdukje dhe 10 gra të dhunuara brenda këtij muaji paraqesin një kamban alarmi se shtëpia për shumë gra nuk është më vendi i sigurt, ndërsa institucionet dhe shoqëria duhet ta rrisin rolin mbrojtës përpara se epilogu të jetë fatal.